Horoskopi ditor e premte, 13 mars 2026. Dashi. Hëna e kalon ditën në shtëpinë tuaj të 10 diellore, i dashur dash, e cila është sektori juaj i përgjegjësive dhe qëllimeve. Ndërsa ky tranzit ju inkurajon të përcaktoni dhe të përqendroheni në prioritetet tuaja, shumë gjëra po ndodhin brenda jush dhe është sfiduese të xhongloni me të gjitha ato që dëshironi të arrini. Në fakt, tani i kushtohet vëmendje e veçantë botës suaj të brendshme dhe jetës private, pasi Marsi, sundimtari juaj, rreshtohet me nyjen veriore të hënës në sektorin tuaj të privatësisë. Sot është një ditë e mirë për të kërkuar në mënyrë aktive mënyra të reja ose të përmirësuara për të shijuar kohë të qetë ose momente të lëna mënjan për shërimin dhe ripërtëritjen e energjisë suaj. Mund të takoni dik ose të hasni informacione dhe përvoja që ju drejtojnë drejt lënies pas të problemeve të rënda. Ndërsa dita përparon, cilësitë ose aftësitë tuaja udhëheqëse janë në formë të fortë. Demi. Shumë zgjedhje mund të jenë të tepërta në fillim të sotëm, i dashur Dem, pasi hëna është në kundërshtim me Jupiterin. Keni një oreks më të madh se zakonisht për të marrë me interesa të reja ose për të zhvilluar ato ekzistuese, por shmangni marrjen e shumë interesave. Çlirimi i tensionit është më i mirë për ju tani. Për fat të mirë, një lidhje mund të rrisë vetbesimin tuaj dhe ndoshta t'ju shtyjë të mësoni dhe të rriteni përmes një miku ose një aktiviteti të veçantë. Sidomos ndërsa dita përparon, energjitë e saj janë të ngrohta dhe shpresdhënëse. Jeni në një pozicion të shkëlqyer për të fituar vëmendje pozitive. Reagimet që merrni nga të tjerët tentojnë të nxisin të menduarit tuaj. Binjakët. Hëna e kalon ditën në shtëpinë tuaj të 8 diellore, të dashur binjak, duke ju inkurajuar të lidheni me ndjenjat tuaja më të thella në vend që t'i shtyni ato mënjan. Një pjesë e juaja mund të dëshirojë të testojë ndjenjat ose kufit tuaj herët sot, dhe një pjesë tjetër dëshiron të thjeshtojë. Sa më shpejt të gjeni terrenin e mesëm, aq më mirë është humori dhe përqendrimi juaj. Për fat të mirë, dita përparon me më shumë qetësi. Mund të ketë zhvillime që ndodhin në jetën tuaj profesionale, ose jeni veçanërisht të orientuar drejt qëllimeve. Ndjenja juaj e fortë për të ardhmen dhe ajo që dëshironi të bëni prej saj është motivuese. Ka të ngjarë të shihni lidhje kuptimplote që ju lejojnë të zgjidhni problemet dhe të zbuloni arsyet. Gaforja. Dita mbart energji të mirë për t'u lidhur, i dashur gafore, si dhe për të kuptuar nevojat dhe qëllimet tuaja në marrëdhënie. Në fillim të sotëm mund të ketë një farë tensioni midis dëshirës suaj për shoqëri dhe dëshirës suaj për më shumë liri ose pavarësi. Megjithatë, të kalosh më shumë kohë duke u marrë me planet ose nevojat e dikujt tjetër mund të japë një pushim freskues. Tranzitet e sotme ju inkurajojnë të dilni nga zona juaj e rehatisë ose të shtyni pak kufit tuaj të zakonshëm. Kjo është veçanërisht e vërtet kur mësoni gjëra të reja, ndani idetë tuaja ose lidheni me dikë që ju frymëzon. Mund të luani me këtë energji duke u përmirësuar ose duke ecur përpara në punën tuaj, me një hobi ose në një marrëdhënie. Mund të gjeni një person, temë ose hobi që ju emocionon ose ju jep një perspektivë të re. Sidomos ndërsa dita përparon, ju shihoni një ndjesi se të tjerët janë bashkëpunues dhe në përgjithësi janë dakord. Jeta juaj shoqërore përmirësohet dhe interesat tuaja rriten. Luani. Ndikimet sot ju sfidojnë të shihni dy anët e një situate, i dashur Luan. Ndërsa në fillim të sotëm, pritjet shumë të larta mund të ndikojnë në humorin tuaj, nëse e mbani nën kontroll, mund të gjeni shumë për të shijuar. Sigurisht, ka një tendencë për ekstravagancë dhe kënaqësi, por të menduarit praktik mund të rrisë motivimin tuaj. Hëna e sotme ju inkurajon të përqendroheni në gjërat e vogla dhe në fundet e lira në jetën tuaj. Shpërqendrimet mund të dëmtojnë produktivitetin, veçanërisht ndërsa jeni të ngazëllyer për një projekt ose ide, dhe energjia nervore është e mundur. Sidoqoftë, me përpjekje shtesë për të përqendruar, jeni në formë të shkëlqyer, veçanërisht ndërsa dita përparon. Mund të ndjeni një tërheqje drejt ndryshimit të brendshëm, si dhe një dëshirë të fortë për të marrë kontrollin e jetës suaj nga brenda jashtë, ndërsa Marsi dhe nyja veriore rreshtohen në shtëpinë tuaj të 8 diellore. Mund të gjeni veten duke u lidhur me burimet dhe mjetet ose guximin e duhur për t'ju ndihmuar në rrugën tuaj dhe keni qëndrimin e duhur për t'i përdorur këto në avantazhin tuaj. Virgjëresha. Shqetësimi është i mundur në fillim të sotëm, virgjëresh e dashur. Megjithatë, në vend që të merrni më shumë përsipër, është ndoshta më mirë të përqendroheni në çlirimin nga presioni ose tensioni.
Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të kohës së lirë dhe gëzimit, por mund të ndjeni pak të ndarë midis interesave personale dhe një angazhimi ndaj dikujt. Do të tërhiqni më shumë fat nëse e ulni tendencën për ta tepruar ose për t'u kënaqur me shumë gjëra. Për fat të mirë, jeni më pak të pavendosur ndërsa dita përparon, gjë që ju lejon të shijoni dhe të shpreheni më natyrshëm. Dikush mund të inkurajojë vetbesimin tuaj, qoftë drejt për drejt apo tërthorazi, dhe mund të ndiheni veçanërisht optimist për të ardhmen. Përmes një partneriteti ose bashkëveprimi me dikë, mund të ndiheni më afër arritjes së qëllimeve tuaja. Peshorja. Me hënën në shtëpinë tuaj të 4 diellore sot, është më mirë të shijoni një çlirim nga ambicjet, tensioni ose presioni, e dashur peshore. Truku është t'i lejoni vetes luksin. Opozita e hënës me Jupiterin në fillim të sotëm mund të tregojë një vështirësi për t'ju përkushtuar kësaj ideje, por është e përkohshme. Gjithashtu, çekuilibri mund të çojë në një terren të mirë të mesëm. Një tranzit i Marsit sot inkurajon kontaktimin me të tjerët ose të mësuarit dhe zgjerimin e mendjes suaj. Mund të krijoni lidhje me njerëz ose informacione që ju ndihmojnë të përmirësoni aspektet e jetës suaj që lidhen me punën, zakonet ose shëndetin tuaj. Zhvillimi i rutinave të reja ose rregullimi i çështjeve të mbetura pezull në punët tuaja të përditshme mund t'ju japë një kënaqësi të vërtetë. Akrepi. Hëna kalon gjithë ditën në sektorin tuaj të komunikimit, i dashur akrep, dhe kurioziteti juaj është i fortë, duke ju çuar në përvoja interesante. Mund të ndiheni këndshëm të zënë, por sado që do të doni ta mbanit vrullin, mund të jetë e vështirë të përqendroheni ose të përqendroheni herët sot. Për fat të mirë, ndërsa dita përparon, është një kohë e mirë për të krijuar lidhje duke ruajtur një nivel të rehatshëm pavarësie. Mund të shkëmbehen këshilla të mira. Mund të ndiheni të frymëzuar për të shprehur veten dhe për të marrë një rrezik krijues, ose për të shkuar në distancë, ndoshta edhe për t'u lidhur me dikë me të cilin keni shpresuar të kontaktoni. Është më e lehtë të lidheni me informacion, njerëz ose mjete për t'ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja krijuese ose romantike. Shigjetari. Hëna kalon sot në shtëpinë tuaj të 2 diellore, i dashur shigjetar, duke ndihmuar në qetësimin e emocioneve tuaja. Megjithatë, përpjekja për të gjetur kohën e duhur është një mësim për frustrimin në fillim të sotëm. Tranzitet e sotme inkurajojnë një fokus në nevojat praktike dhe fizike, por diçka mund të sfidojë nevojën tuaj për të thjeshtuar dhe për të kujdesur për bazat, të cilat mund të gjenerojnë shqetësim. Mund të mos jeni të sigurt nëse doni të ndiqni rrugën tuaj apo të mbështeteni të tjerët. Megjithatë, ndërsa dita përparon, ndiheni më të vendosur. Tranzitet e sotme gjithashtu mund të inkurajojnë një fokus në kujdesin dhe zhvillimin e jetës suaj shtëpiake, e cila mund të ofrojë bazën e përsosur për ju që të degëzoheni dhe të lulëzoni në fusha të tjera të jetës. Pasi të keni stabilizuar dhe ndërtuar mbi bazën tuaj, do të ndiheni më të pajisur për të pasur sukses diku tjetër. Aktivitetet që lidhen me jetën tuaj personale ose shtëpiake dhe botën shtëpiake mund të jenë më të kënaqshme tani, duke ndihmuar në rritjen e vetbesimit tuaj. Bricjapi. Mund të ketë momente të trazuara në fillim të sotëm me hënën në shenjën tuaj përballë Jupiterit, i dashur Bricjap, por është një kohë e shkëlqyer për të kuptuar nevojat tuaja. Mund të ketë disa prova dhe gabime, dhe mund të dëshironi të keni kujdes nga tundimi për ta tepruar ose për t'u kënaqur. Kërkesat e të tjerëve ndaj jush mund të ndihen paksa të tepërta. Përpjekja për të kënaqur dikë, ndërsa përpiqesh gjithashtu për pavarësi, mund të jetë diçka për të cilën duhet të keni kujdes. Cilado qoftë rasti, është më mirë të shmangni teprimet. Është më mirë t'i mbani gjërat të qeta dhe të lëmuara tani, në mënyrë që të mos jeni në disavantazh më vonë. Sidomos ndërsa dita përparon, magnetizmi personal është i fortë. Mund të gjeni veçanërisht të rëndësishme të fitoni njohuri dhe të përmirësoni komunikimet sot. Populariteti juaj mund të rritet për shkak të stilit tuaj unik të komunikimit, ideve dhe përvojës personale. Mund të jetë një kohë për të ndjekur një aftësi ose projekt të veçantë. Lidhjet e reja me njerëzit dhe informacioni çojnë më tej rritjen, depërtimin dhe njohuritë tuaja personale. Ujori. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të privatësisë, i dashur ujor, duke ju shtyrë ta merrni jetën me qetësi ose të qëndroni të qetë. Por, ndërsa keni nevojë për një detoksifikim nga rutina tenton t'ju thërras herët sot. Diçka duhet të ndërpritet nëse doni ta balanconi më mirë jetën tuaj, veçanërisht midis punës dhe pushimit, ose midis kujdesit për nevojat fizike dhe ripërtëritjes emocionale.
Jeni në formë të mirë për të bërë tërheqjes dhe dita ecën me më shumë lehtësi. Është një kohë e mirë për t'u lidhur me informacionin ose dikë që duket se ju rrit vetbesimin ose ju ndihmon juve ose financat tuaja. Menaxhimi i burimeve tuaja, duke përfshirë paratë, aftësitë dhe talentet tuaja, dhe duke e bërë këtë mirë, ju ndihmon të përsosni dhe sqaroni rrugën dhe qëllimet tuaja. Ka të ngjarë të ndiheni më të sigurt në pavarësinë dhe sigurinë tuaj përmes veprimeve ose planeve të sotme. Peshqit. Marsi takohet me nyjen veriore të hënës sot, të dashur peshq, duke ju dhënë guximin për të bërë diçka pak më të guximshme. Me nyjen veriore në shenjën tuaj, po lidheni me pavarësinë dhe guximin tuaj personal, duke ka përcyer çdo frikë ekzistuese për t'ju besuar instinkteve tuaja ose për të vepruar vetëm. Sot mund të krijoni lidhje që ju drejtojnë në drejtimin e duhur, qoftë përmes një personi, një takimi të rastësishëm, informacionit që hasni, një epifani apo një realizimi. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të ëndrave, dëshirave, lumturisë dhe miqësisë. Ky tranzit ju inkurajon të merrni frymë, megjithse mund të përjetoni një energji shtytëse tërheqëse në fillim të sotëm. Keni shumë gjëra që ndodhin në jetën tuaj personale dhe mund ta keni të vështirë të balanconi interesat tuaja. Sidoqoftë, jeni në formë të shkëlqyer për të gjetur zgjidhje. Zbutja e tendencës për të tepruar ju vjen më natyrshëm ndërsa dita përparon. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.